Pensionistët ishin këtë të premte grupi interesi të radhës me të cilët kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha diskutoi programin e PD-s. Berisha u zotua se nëse më 12 maj do të jetë forcë qeverise, brenda 3 muajve do të vendos minimumin jetik 20.000 lekë të reja dhe pensioni minimal nuk do të jetë 9T, por do të rritet. Masa shtesë sipas tij do të jetë rimbursimi të TVSH së ushqimeve bazë. Çdo shqiptar të rritur minimumin jetik 200 euro. Çfarë i intereson kjo pensionistëve? Të gjithë pensionistët, dhe nuk janë pak, po janë 2/3 e tyre, të cilët marrin nën 200 euro, 3 muaj pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike me buxhetin e parë, ata do marrin 200 euro. Ndërkohë në konferencën me gazetarët, lideri demokrat elaboroi edhe më tej programin e tij për pensionistët, duke theksuar se ata të cilët do të jenë në marrëdhënie pune do të shmangen nga çdo barë fiskale, ndërkohë që do të kenë mundësi që çdo 6 muaj të kryejnë analiza pa pagesë. Mora përsipër që pensionistët nuk do të paguajnë për pagën shtesë sigurime të tjera apo taksa të tjera. Do ju premtoj atyre udhëtim me gjysmë çmimi në të gjithë Shqipërinë. Është bërë pa imagjinueshme. Sot me vizera apo me këto linjat e lira shkon me një çmim më të lirë Tiranë-Berlin se sa Tiranë-Vlorë me autobus. Do kenë të drejtë të analizave bazë. Falas çdo 6 muaj. Falas. Kryeministrin Edi Rama Berisha e akuzoi se gënjen mbi 700.000 pensionistë, kur thotë se nuk ka para për të rritur pensionet. Në rast se qeveria që po kalon, që po ikën, do të kishte ndjekur trendin e qeverisë më parshme në rritjen e pensioneve, sot pensioni minimal do të ishte 210 euro. Kreu i opozitës deklaroi ndër të tjera se do të rikthejë ligjin që ndalon tregtimin e medikamenteve, të cilat nuk janë certifikuar për t'u tregtuar, të paktën në 2 vendet e Bashkimit Evropian.